dhe juve e njani komplet njerëzimit, identik. Brenda shpirtit tonë janë të groposura qytetrime nga më të lashtat, janë qytetrimet e sotshme për cilat ne jetojmë, dhe mos të duhet ta di që janë dhe qytetrimet e tjera që do vinë, sepse njeriu është i motivuar. Kjo është pas mendimit tim. Unë nuk pretendoj se sot juve mund të themi të vërtetë absolute. Nuk pretendoj që juve mund të jeni dakord komplet në gjitha gjërat që thonë. Ky është monologu im. Por është një monolog të cilën unë përvej që me zë të lartë, edhe juve thjesht një dëshmitar që po ma dëgjoni. Nuk është se unë po bëj për zhvilloj një dialog, që të mund të vizin një debat, etj. Kjo është i veprarti, thjesht mund të dërgoj performancën e veprsate. Gjithmonë jam përpjekur që të kuptuar pikërisht ato gjërat që mua më interesojnë, që janë gjërat të stella, unë gjithmonë jam drejtuar gjuhën simbolike. Jam drejtuar simbolit. Është një gjuhë e cila, sidomos kohët e fundit, ka filluar njerëzit të gjithmonë e kanë të mbjellë simbolin brenda shpirtit të tyre, por edhe nuk e vëre. Domethënë shumë gjëra të mira, të cilat na kalojnë për gjuhë edhe neve i lëmë të na kalojnë, nuk i kapim dot. Por ka një gjë që gjuha simbolike, ose simboli në vetë, nuk është gjuha konceptuale. Kjo është gjuha që ne bisedojmë njëri tjetrin. Nuk është gjuha e cila ka të bëjë me koncept. Ajo ka të bëjë me koncept, por nuk është univalente. Koncepti është univalent. Kur ti thua fjalën pemë, është fjala pemë, është një që barazohet me fjalën pemë, dhe ti nuk mund të na trosh fjalën pemë me fjalën pallat, të themi. Simboli është polivalent, i ka të dy njësoj. Po të shikoni për marrë kopë, po të shikoni juve strukturën e pemës, ka njësoj strukturën e pallatit. Pema ka rrënjë dhe vetëm, pallati ka themele dhe vetëm. Pema ka trupin, pallati ka në feritetë gjithë qëndyrje. Pema ka frutin, pallati ka dhoma, dhomën në gjumë, dhomën në banja, dhomën në ngrënës, etj. Po ju jap një strukturë të thjesht sepse simboli është polivalent. Në simbol ti mund të kalosh nga një koncept tek tjetri pavarësisht. Sepse simboli i ka të burgosur të gjitha konceptet brenda. Ndërsa koncepti është i vetë burgosur në vetë të vetë. Vjen fjala këtu, unë kam shkruar një fjalë e cila është fjala para. Unë di tash çfarë është. Është fjala para. Dakor, është fjala para. E cila është një fjallë e cila ekziston edhe në gjuhën sanskrite, ekziston edhe në gjuhën shqipe. U di thua përpara, varet nga intonacioni, varet edhe nga mënyra se si ti e përdor. Mirë po para ka dy kuptime në gjuhën simbolike. Se ti mund thuash para disa vjetësh, po mund thua që përpara ne përshkojmë, dhe simboli e përmban të dyja, do të thotë një fjalë luan me dy koncepte. Mirë po kjo është një gjë shumë e fortë, ta mendosh. Sepse kjo i bie që aty mund të ndodhi një kresh, në si që ka ndodhur në fundin e vallëtit, në ku njerëzit filluan dhe ngatruan me fjalën. Në fakt, gjuhët e vjetra, ose popujt primitiv, kanë luajtur shumë gjuhën simbolike, dhe merreshin dhe shumë një njëri tjetrin. Dhe ka qenë një gjuhë duke si primitive, por ka qenë një gjuhë shumë e pasur. Sepse pikërisht ai domthon kishte të i kapsuluara në thelbin e vet, i kapsulonte shumë koncepte. Dhe kjo është shumë të pasur, mënyrën se si ata veprojnë. Sepse nuk i kishte fare problem për të lidhur, si më thënë, gjeografinë e qiellit me gjeografinë e tokës. Nuk i kishin fare që të lidhin me një tërëm të lapsit, të lidhin gjeografinë shpirtërore të perëndive me gjeografinë shpirtërore të vetë njeriut. Nuk i kishte fare që të kanonte nga turma, të kanonte tek individi, edhe prapë të kanonte nga individi dhe shkon në pjesëri këtë turma. Ka qenë një lëvizje me dy krahe, ka qenë një lëvizje shumë e shpejtë dhe askush nuk mund ta gjente atë si një gjuhë të vëndur. Sigurisht që gjuha konceptuale është një gjuhë e cila është shumë praktike, sepse komunikon me njerëzit e kanë dhe atë momentin e komunikimit të jetës, por ajo gjë çfarë është më e thellë është ajo që ndodhet të gjitha pranë nesh. Dhe unë mendova që ajo që do të nesh është pikërisht ai udhëtimi që neve bëjmë për të përsosur veten tonë. Do shpesh në të libra ju e gjeni që gjithë udhëtimi që bën njeriu nuk është tjetër veç përsosmëria që ai kërkon. Dhe këtu ajo është shpjeguar derisa në fund fare të vjetet ideja se si mund të ndërtohet një qyteti mes pas nesër. Do si do jetë arti, si do jetë kultura, muzika,
teatri, shkrimi, do jenë apo do jenë në këtë shoqëri të cilë do vi. E cila pastaj përvollet të funksionon në pjesën e fundit. Fjala simbole që e me ka shumë simbole. Sipas traditave të vjetra do vjen nga fjala simbolon. Simboloni ka qenë një gjë e tërë, ka qenë një pllak argjile, ku dy persona ndonin krijonin një marrëveshje me njëri tjetrin, e thyrnin pllakën e argjilës. Dhe njëri merrte gjysmën e pllakës, tjetri merrte gjysmën tjetër. Për të bërë një marrëveshje. Dhe për të kuptuar që ne kemi bërë një marrëveshje bashkë, firma ka qenë simboloni. Ne i bashkonim dy pllakat dhe kuptonin që po, ne jemi dy ato persona që para 20 vjetësh që kemi takuar kemi bërë bisedë. Vitet ka ndodhur që në botën antike, kur atëherë kishte shumë lëvizje sklevish, prindrit humbin fëmijët e tyre, sepse shiteshin fëmijët e tyre. Shkonin një merë Roma dhe i çonte ushtarit. Dhe kur një ditë për Krikus ose një sklav fitonte lirin e vet në arenën e gladiatorëve, ai kishte me vete simbolonin. Dhe kur vinte në shtëpi, mund të thënë më 2 vjetësh, dhe asnjë as vokaj nuk e njihte. Kur bashkonin simbolonin, atëherë kuptonin që ai ishte personi. Sigurisht, dikush nga gjeti ku s'kishte në interes. Po ky ka qenë kuftimi simboloni. Kjo është një gjë shumë e fortë, sepse e tëra ruan energjinë e vet në pjesë. Edhe kjo është gjë e më e madhe, kur e tëra ruan energjinë e vet në pjesë. Pjesa simbolike një copës e cila buron nga energjia simbolike e ruan energjinë e tërës. Është po njësoj ajo që ndodh me zjarrin, që ndodh me flakën. Do të thotë me një flak ka të njëjtën formacion siç e ka komplet gjithë zjarri të cili kujdet i cili është ndesur. Domethënë ruhet pa mbetje tek copa, ruhet pa mbetje e tëra. Unë këtu, kur e fillova, e konsiderova këtë si një murierët, ishte këtë drita e cila zhëllqonte, dhe kjo zhëllqonte një asgjë. Për atë arsye ishte vënë një kordoni kuq, që spektatorët që vinin përpara veprën e artit, nuk duhet të prekin veprën e artit. Po shumë qisharakë ta mendosh që këta nuk duhet të afrosh që të prekin asgjë. Dhe duke parë në veten time se ai procesi krijues është të kohës i vazhdues tash, ora çfarë po prezantojmë? Po prezantoj asgjë? Apo prezantoj dritën? Se do të dikush mund të thotë ti s'ke prezantuar asgjë, nuk ke prezantuar dritën. Atëherë, ky është një moment shumë i fortë. Por edhe nga ana e konceptuale, sepse edhe që bota kështu ka filluar nga asgjë, ka filluar nga kaosi. Edhe shtiu, kur vjen momenti i krijimit, ka shpërthyer drita. Mund ta gjeni në të gjitha librat e jetës. Dikush thotë që ka qenë kaosi edhe pastaj lindi harmonia, mos siç e kanë grekët. Po ta lexoni për shembull në librat e tjerë thonë për shembull që ishte një errësirë e madhe dhe shpirti i Perëndis në tonë në një qetësi të madhe dhe ai ta lë të bëjë dritë dhe drita ishte e mirë e tjera. Domethënë e gjitha ka luajtur me një asgjë, ka luajtur me një poshtër, edhe nga ky poshtër pastaj kanë dalë të gjitha gjërat. Po shikoni kemi një relief egjiptian. Aty është Perëndia Nut, e cila është bashkuar, Perëndia e tokës është bashkuar me Perëndimin e qiellit. Janë shumë të ngjitra me njëra tjetrën. Dhe